Ja dallon një trupi cili është ndërtu prej operacioneve plastike dhe një trupi cili është natural, i ushtrum. Po normal që dallohet. Unë për veti e dalloj, po kjo nuk është... Prekje live? Me pot, ashtë nështë silikoni. Me frek, me testu. Digam, këtu kërkush nuk e din kur ka linda jo, edhe në bas sa mujvo u këthyn qatë trup. Po krejtja fusin në bas një jave, as njoni s'ka fakte. Adin që kjo kam një fakt që kjo për një jave po të shut. Gjatë gjithë kohës në palestë. Po ajo është tonkona. Shumë personazhe publike i shua njëherë, dyherë në mujtë, po jo më të... Ajo është full aktiv. Plus e ka genetiken. Apo koptan, kur bohen këto dyat bashk, shpërthen, bohe shumë shpejt. Apo koptan, është... Kështë po mendojnë genetiken? Genetiken e ka të bukur. E ka formën e trupit e ka të mirë. A ke njovë gjenë cilëm para se me qenë qëtë formë? A ke për cjela, a ke po? Ma për para e kom gjofë, nuk ka qenë shumë aktive, po qëtash ka vitet e fundit të konë. Unë, si pas informacionet mija se jom laik i kësoj fushë, edhe nëse ndërhynë, edhe nëse bojnë mbushje, duhet pa tjetër me qëndru në palestër. Normal. Në mënyrë që ato me qenë qatë formë që janë. Unë shumë kur gjokë kundër këtë jo kretë mu imi atribu palestrës, jo veç të rasti gjënsiles, po dhe shumë tjera që kanë ndërhy, duhet me najtë shumë palestër që me i ruj që ato forma. Normal. Po nga me ashkojt? Duhet më ushtru. Këtu, ka është problem. Ka që në servitë, në është kapitali që ushtran, ku mujtë me vrejtë që ushtran shumë. A është aktualisht në formën më të mire? Nuk e di, për momentin se di, veçe ajo konë që ushtrejke shumë, konë butrinti, adin vrejen prej vijave trupit që meren me sport është nëjzi. E hapim temën për sad. Perfeksioni, iluzion apo diçka e mundur? Ndërem? Sakt që aty, për çka kem të folë. Nuk ka gjana totalisht perfekte. Perfekt është veç Zoti, i pa konkurencë, i pa mohushëm dhe i pa krasueshëm. Na krejt jemi në tentim të vazhdueshëm për me qenë perfekt, po kërkush nuk muj me qenë totalisht perfekt, ama me ju afru një farë perfeksioni të projektum prej nesh. Do më thonë, për mu është prapë se prapë iluzion, edhe një rrugë e gjatë që këtë iluzion me e këthy në realitet. Labinata, mendojnë që këto dëshirat edhe kërkesat për perfeksionin po i te i kalojnë kufint? Po... Do shta mandej në një farë mënyrë, po duket edhe pak që sharake, apo jo? Me thonë drejtë jemi vokit njëjtë tash. Nuk është që kemi nga i farë dalimi. Dikur se cili ka pas veçantinë vetë? Unë me një kohë, një periudhë tjetës, edhe e kom kërku që të pjesë, dhe me thonë, më dok perfekt, më dok bukur, më dok mirë.